Një aksion i policisë së Tiranës që nisi në zonën e Myslimshyrit dhe përfundoi pranë shkollës Petronini Luarasi, çoi në pranga 29-vjeçarin Skerdi Sina. Ky fundit rezulton se ka qenë shok me Aleksandër Sadikaj, 27-vjeçari nga Berati, që u vran në autostradën Tiranë-Elbasan më 11 qershor të 2022-shit nga shpërtimi një bombe të vendosur në makinën me të cilën po lëvizte. Në aksionin për arrestimin e Skerdi Sinës morën pjesë edhe forcat shqiponja, të cilat i kanë bërë me shenjë të ndalonte mjetin tip Audi Q8, në të cilin udhëtonte 29-vjeçari me një person tjetër, pas dyshimeve se mund të ishin të armatosur. 29-vjeçari nuk i është bindur urdhrit të forcave blu për të ndaluar, ka përplasur 3 automjete gjatë tentativës për t'u larguar, ka braktisur mjetin dhe ka hedhur në rrugë armën e zjarrit. I riu u kap teksa tentoi të arratisej, ku gjatë kontrollit fizik policia i gjeti një krehër dhe municion, ndërsa u sekuestrua edhe arma që ishte hedhur në rrugë. Ndërkohë mësohet se më 16 qershor të këtij viti është zhdukur pas një gjurmë një tjetër shok i Aleksandër Sadikaj. Ngjarja është denoncuar nga familjarët e tij më 24 qershor.